Ju përshëndes të gjithëve zonja dhe zotrin, ju ftoj të në ndishni, do të flasim për lirinë e shtypit, lirinë e medias në Shqipëri, një tokë fjallësh që ka inflacion së përmenduri sidomos në fillim të majt, atëherë kur shenjohet edhe dita botërore e lirisë shtypit. Ndërkohë, referuar organizmave ndërkombëtar, është një raport shumë i rëndësishëm i UNESCO-s që flet për lirinë e shprehjes dhe që bën me dije se në të gjithë botën ka rënë me 10% krahasuar nga 2013, apo si është në raport me vendin ton, ku nuk kanë munguar her pas here raportet e institucioneve të rëndësishme ndërkombëtare, duke patur parasysh edhe faktin që është një kapitull shumë i rëndësishëm sa i takon edhe proceseve integruese të vendit në Bashkimin Evropian, po pa neglizhuar edhe të drejtën për informim të qytetarëve. Kemi menduar që bisedën për këtë çështje dhe jo vetëm ta zhvillojmë me zotin Ëngjell Musaj, drejtori i gazetës Telegraf. Musaj, mirë se vini. Mirë se u gjeta, faleminderit. Musaj, unë si lexuese jo e keqe, pa modesti, kam vërejtur që në gazetën tuaj i keni dhënë hapësirë goxha mjaftueshëm raporteve shumë të rëndësishme të institucioneve ndërkombëtare që flasin për lirinë e medias të cunguar në fakt në Shqipëri, dhe kam parasysh rrjetin ballkanik për shembull të gazetarëve investigativ, qendra studimore që flasin për progresin në rënje të Shqipërisë sa i takon lirisë së medias. Si dhe raportet e analizëve dhe ish drejtori të VOA-s Frank Shkreli, zotit Elez Biberaj, të cilët janë në mënyrë të pandërprerë mbrojtësit më të flakt të lirisë së fjalës së lirë, dhe kjo ndodh për një arsye të thjeshtë, sepse liria e shprehjes, mendimit dhe fjala e lirë është një hal në sy për të gjithë politikanët e botës kudo ku ndodhen, që në formulimin e deklaratës universale për të drejtat e njeriut dhe lirinë e shprehjes dhe medias në nenin 19 në vitin 1948, OKB e vuri theks të madh që pa lirinë e medias nuk do të ketë demokraci në botë. Dhe ja te kemi sot, pas afro 78 vjetësh fiks, në mos gaboj, që neve jemi në të njëjtat raporte, që liria e medias goditet në të gjitha vendet, madje edhe vetë në Amerikë, e cila është kampione dhe simboli i demokracisë dhe fjalës së lirë, ka dhe atje nuanca ku shpeshherë ndërhyet për të goditur ndopak, edhe kur po flasim për simbolin e demokracisë botërore, lider të fjalës së lirë, llogaritja se ç'bëhet në për vendet e tjera. E kam fjalën tek raporti që u ndërmor ose veprimi që u ndërmor për mbylljen e zërit Amerikës VOA, por që ndryshe nga të gjitha vendet e botës, s'po flas për Shqipërinë se ne jemi me shumë larg, atje ka shtylla të cilat mbajnë drejtësinë, aty mbajnë lirinë, aty mbajnë ruajnë kushtetutën, aty ruajnë rendin, dhe u mblodh gjykata kushtetuese dhe menjëherë vendosi që jo, vendimi për mbylljen e zërit Amerikës është i paligjshëm dhe do të rihapet. Pra, atje funksionon shteti, ndërsa në vendet e tjera është problemi i madh. Llogaritet në një vend ku funksionon drejtësia, është e kapur drejtësia, janë të kapura institucionet, është i kapur shteti, llogaritet mos ketë dhe fjalë të lirë se çfarë do të ndodhë. Dhe nëse i referohemi gjithmonë raporteve, komunikohet që nuk ka përmirësim vetëm liria e medias, por edhe siguria e gazetarëve. Vetëm në vitin 2024 unë i referohem raportit vjetor të rrjetit ballkanik të gazetarisë, 45 incidente ndaj gazetarëve, ndërkohë që pjesa dërmuese e tyre thonë që i kanë njoftuar rastet e kërcënimit në polici, pak më pak në prokurori, por një pjesë e tyre e cilësojnë reagim të vonuar të këtyre institucioneve. Unë mendoj që edhe reagimi më shumë është thjesht sa për të larë gojën, sepse nuk kanë asnjë dëshirë dhe nuk është se e bën një veprim të shkëputur pa dashje, një nënpunësi të zakonshme e administratës shtetit. Ato janë të qëllimshme. E kemi theksuar shpeshherë, nëse do të shikosh pasqyrën e realitetit të këtij vendit, shiko se si sillet nënpunësi. Arroganca, fyrja, prepotenca, kërcënimi, bllokimi. Pra arrin atje që ata përdorin modele dhe metoda tipike të asaj që ne diskutuam pak kohë më parë
pasi unë jam thelluar edhe gjatë këtyre ditëve për të parë diçka më shumë se si diktaturat, edhe pse në një model demokratik mundohen ose gjejnë shteg ose kthehen vetvetiu në vende diktatoriale dhe shtypse të lirisë dhe fjalës së lirë. E kisha fjalën për të njëjtat modele dhe metoda që përdorte dikur Hitleri. Kështu i përdorte edhe ai. Dhe di çfarë bënte? Për shembull, nuk i jepte një gazetari të drejtën për të pasur patentë. Po ai nuk i thoshte nuk ta jap patentën, por ai nuk t'i jepte certifikatën për të marrë patentën dhe të bllokonte. Pra përdoresh në mënyra të tilla, ka shumë forma që ti të arrish direkt apo indirekt të shkelja të drejtave të medias, gazetarëve dhe përdorimi ose keq përdorimi e tyre ose kërkesa për t'i kthyer ata në shërbëtor të apo puthador të pushteteve. Ne jemi sot edhe para faktit që ne dim shumë mirë se si vepron individ, ministri, drejtori, struktura, vetë shteti me gazetarët. Për shembull thotë që nuk e du këtë gazetar, por mund të sjellësh filan gazetar për të përfaqësuar me porosi. Dhe kjo është e tmeshme dhe kanë filluar biles. Në shumë raste, shumica e gazetarëve thotë dua filanin. Po pse do filanin ti? Se nuk ke ti të drejtën të përcaktosh, nuk po flas për vijnë editoriale, jo, por të përcaktosh edhe se cili gazetar do përfaqësojë media të caktuar. Vija editoriali do të ishte shumë e ndershme në fakt për çdo media se nuk po ajo është organizimi i brendshëm, pasqyrë dhe fytyrë e vetë institucionit i cili kërkon që të ketë një vit të caktuar në kuptimin e të mirën e jo thjesht slogan të demokracisë, të vendit, të interesit, por ai do sepse do të jetë në treg. Edhe e gaboj një pjesë e mirë njerëzit thonë që jo po mbajnë qëllimet e veta, qëndrimet. Mund të jenë shumë pak, dhe ka. Por në përgjithësi ata të cilët edhe kanë interese ekonomike, financiare, shumë të mëdha, shumë pak kanë media. Ata përdorin marketingun dhe reklamën, kanë mënyra të tjera për të futur, për ndikuar. Por në përgjithësi mediat, pronarët e mediave, botuesit e tjerë, kanë një qëndrim të tyre, të cilët janë më pak të prekur dhe më pak të favorizuar, të rrallë janë. Ata që janë, unë mund t'jenë me kokra, të cilët kanë përfituar. Dhe kur i përfitojnë, nuk i përfitojnë si individ. Janë bërë aksioner bashkë me shtetin. Kjo që ju them unë është një duke çudi, por një pjesë e mirë e mediave të mëdha janë bërë aksioner me shtetin. Unë do të sjell këtë të ardhur, ti do bësh këtë programacion, unë do të sjell këto të dhëna, ti do më realizosh këtë programacion dhe nuk e kanë pak, po e kanë me vlera të çmendura dhe kjo është ajo që prish balancën dhe balancën e mediave ose goditjen e mediave e pikërisht shteti i cili kap segmente të caktuara të medias, i favorizon me licenca, me projekte të veçanta, i favorizon me dhënien e ekskluziviteteve të kujt, të paketave të ndryshme të mëdha të sistemit së s'dua që të zë me emër edhe për respekt, të programeve të ndryshme, të projekteve të ndryshme, qoftë elektronike, qoftë digitale, qoftë të tjera, qoftë programeve siç janë artistike, kulturore, sportive, duke i bërë monopol pikërisht për të çuar shikuesin dhe dëgjuesin tek ky individ. Në vazhdën e të gjitha këtyre që rendisni juve, nëse i shfletoj me kujdes raportet ndërkombëtare, flasin për ndërhyrje politike e para, për qëndrim i madh i pronësisë së medias në pak duar, vështirësitë ekonomike të mediave që çojnë pastaj edhe në vetë censurë dhe pastaj edhe në kompromentimin e gazetarëve. Ka një shprehje të vjetër që ruhet si postulat në shtëpinë e bardhë, ku një nga presidentë amerikanë thanë që juve doni një qeveri pa media apo media pa qeveri. Dhe ai tha që unë do të zgjidhja këtë të fundit. Më mirë të kishim media pa qeveri se sa qeveri pa media. Sepse media pa qeveri nuk të bën ndonjë dëm, ndërsa qeveri pa qeveri dhe pa media. Dhe se ky opsion nuk ishte. Dhe se ishte i pamenduar fare, sepse ideja ishte që qeveritë, nëse nuk janë nën kontrollin dhe pasqyrën e mediave, ato mund të bëhen të përbindshme dhe të pandaluara. Ju thatë me të drejtë që ka shumë probleme. Ka demokraci, po unë di që këto janë demokracitë e brishta, siç janë demokracitë e Ballkanit Perëndimor,
e vendet e Europës lindore një pjesë, s'po flas për vendet e Azisë, të Afrikës apo të Amerikës Latine, sepse një pjesë e mirë e kontinentit evropian perëndimor, por edhe Amerikës, flas Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kanadas, kanë bërë një zgjidhje shumë të bukur. Për të duke parë që nuk e kanë qarë dot që gazetari, media, pronari të jenë të lirshëm për shkak të presionit të madh që i bën ushtron qeverit apo individët të caktuar qoftë edhe në ato media të cilat i ka kap vetë shteti, i financon dhe i mban me para vetë shteti, ka krijuar një sankcion dhe një nen dhe një sankcion i cili thuat që një pjesë e mirë të mediave, gazetarëve, do t'ja japim ne pagën dhe u japim deri 40 deri në 50% të pagës. Kështu e ka pothuajse edhe Suedia, edhe Danimarka, edhe Franca, edhe Belgjika, i paguan shteti vetë nëpërmjet një marrëveshje që ka bërë se janë të licencuar, paguajnë taksat aty me gjitha, dhe kjo bën që gazetari, si do të jetë puna, 50% të pagës nuk e merr nga drejtuesi dhe nga pronari, po e merr nga shteti. Dhe ai ka vinë editoriale shumë të lirshme për të shpërthyer dhe për të thënë atë që mendon. Unë jam kundër shpifjes, jam kundër çdo lloj intrige që mund të përdoret nga gazetarë të caktuar për qëllime dhe interesa personale, klienteliste dhe korruptive. Për gjobvënie e tjerë, është e pafalshme e patolerueshme. Madje jam dhe tolerues dhe tolerant që them, edhe atje ku ka hije dyshimi, më mirë duhet që të saktësojmë dhe të sqarojmë dhe të presin dhe të mos e botojnë dhe të mos e transmetojnë, sesa të shpifi diçka e cila pastaj do të rezultojë si e pavërtet. E megjithatë, prap jam përsëri partizan i faktit që nuk është asnjëherë dhe kur turp dhe zor që çdo media dhe çdo gazetar duhet që të kërkojë ndjes edhe kur bën gabim. Të kërkosh ndjes është fisnikëri për vete, por edhe vend dinjitetin e atij personi të cilit ti e ke prekur. Për gënjeshtrimi duket sikur është po sepse nuk e kanë ende nuk janë bindur dhe sikur është fshir fare. Edhe kur e kalojnë çik anashkalojnë ose gjendojnë mënyrë me gërma të vogla, me vende të vogla për të thënë ja, jo, më nuk është. Neve patëm një indicje, patëm një lloj informacioni, ndoshta nuk u thelluam, ndoshta ka pasur edhe nga Teresa, ndoshta ka pasur edhe pafsi profesional, i kërkojmë ndjes X individi, X institucioni, kushdo qoftë, që kjo nuk është e vërtetë, ndaj themi publikut do jemi shumë më transparent dhe shumë më të kujdesshëm që gjithçka të jetë e drejtë, e vërtetë dhe reale. A ju bën përshtypje juve që në çdo 3 maj, meqense është edhe dita simbole e lirisë së shtypit, mos ketë këtu qoftë edhe në 3 maj aktivitete nga më të ndryshme ku të mblidhen shoqatat e gazetarëve, të organizohen tryeza, po pse jo edhe me praninë e ambasadorëve, se ne jemi në monitorime dhe sa i takon lirisë së medias në lidhje me proceset integruese të vendit. Dhe ajo çfarë më zun syt dje ishte vetëm në pedonale disa pankarta ku ishin vendosur natyrisht disa pyetje shumë kuptimplot të tipit a mundet s'pak të marrë telefonat e një gazetari për të gjetur burimin e informacionit, apo a lejohet të sekuestrohen servera, kompjuterat një gazete për të zbuluar burime konfidenciale e tjerë, dhe çfarë më bënte përshtypje Musai ishte fakti që kishte një indiferencë totale të qytetarëve për të ndaluar qoftë edhe pak çaste për t'i hedhur një sy. Të vetmit që ndalonin ishin turistët e fatkeqësisht nuk kishin akses sepse pankartat ishin në Shqip. A e kanë kuptuar qytetarët shqiptarë që puna e medias, liria e shtypit, më së pari duhet ju interesoj edhe atyre se ka të bëjë me informimin publik? Unë do të mendoj që jemi përpara 2 aspekteve, para opinionit publik që ju thatë, i cili është mi prekshëm në të gjitha problematikat e kësaj keqeverisje apo të keqeverisje së një pushteti, për sa i përket lirive, ujit, dritave, çmimit, pensioneve, shkollës, arsimit, të gjitha, dhe nga ana tjetër të vetë qeverisë, e cila kërkon gjithmonë që ta ketë të nënshtruar median. Qeveria nga ana vetë e realizoi projektin. Pra e arriti me të gjitha mënyrat. Një pjesë të mediave të cilat nuk i vinte dot në kornizën e saj i goditi, një pjesë i përzuri, prandaj ka kërkuar azil politik,
Një pjesë të tjerë kërkoj ti degeneroj dhe ne kemi parasysh faktin që dilte edhe kreu i qeverisë të thoshte mediat janë bërë si moçal, kënet. Nga ana tjetër thoshte zëri Amerikës është bërë si kafenet e Tiranës. Edhe mblidhen e thoje më theje të thashe njërën tjetër. E mbajmë të parasysh. Por nga ana tjetër hapën televizion e vetë. Nuk ka pasur në një rast në botë që kryeministri vetë hapë televizionin e vetë. RTV-ja e keni Po fjalë. patjetër. Pse për ç'qëllim e ka? Pse du ta bëj? E ka të ndaluar. E ka tërësisht ndaluar. Ai si individ mund të ketë faqet e veta sociale tani dhe mund ta përdorë faqet e tjera sociale siç e kanë gjithë tjerë, po ka edhe sa përgjegjësi tjera. Kështu që nuk ka drejt. Hap televizion, hap këtë, hap atë. Ku jeti dhe ku jemi? Dhe nga ana tjetër pastaj kemi një përçarje, kemi shumë organizata, sepse të gjithë kërkojnë të joshen dhe të marrin përfitime. Këtu ka rrjete sociale, webe, që marrin deri 100.000 euro në vit, e diti? 100.000 euro në vit. Nga buxhetet e taksa paguese, po dhe nga donacionet e Bashkimit Evropian dhe të institucioneve tjera për lirim për median. Edhe ata çfarë bëjnë? Ato bëjnë gjithë ditën, përgatisin materiale dhe u shpërndajnë mediave dhe rrjeteve sociale me titull dhe nën titull, me foto dhe me pamje filmike se çfarë qëndrimi duhet të mbajnë. Dhe kjo është e tmerrshme dhe është e patolerueshme. Nga ana tjetër janë krijuar shumë organizata të medias dhe nuk ka një bashkim të vetëm ose një lloj sindikalizmi të vetëm që të gjitha organizatat, pavarësisht se një dikush i ka vënë një emër, shoqatë e lirë, shoqatë e gazetarëve, union, kjo, në fund kanë një bord koordinues të gjithëve. Dhe një qëllim të përbashkët. Po bashkimi bën fuqinë. Po nuk e bëjnë, sepse secili e bën për interesat e veta. Po shikojmë edhe dje Kongresi Amerikan dhe presidenti Trump i ka kërkuar Departamentit Amerikan që të rishikojë edhe një herë të gjitha projektet, sidomos në Shqipëri. Unë nuk jam dhe nuk pretendoj që të jem dhe nuk e kam as në natyrën time që të jem i naçor me çfarëdo lloj organizate, bindje apo çfarëdo lloj sekti që i cili ka një orientim të vetin, qoftë edhe seksuale e tjera. Por ne nuk mundet që të investojmë kaq shumë e të bëhet kaq nam i madh sa që të harxojnë miliona e miliona euro për një sekt të caktuar, ndërkohë që ti nuk merresh as të investosh apo as të organizosh një takim me gazetarët dhe median e lirë. Se në fundit edhe atyre institucioneve ose këtyre sekteve, në fundit kanë qenë media lirë ajo që i ka dhënë zë dhe kur ka pasur probleme, edhe kur kanë pasur dhunime dhe përdhunime e tjera. Prandaj edhe ngrinte shqetësimin e madh dje Departamenti Amerikan i Shtetit pas porosisë së Shtëpisë së Bardhë, që të gjitha projektet dhe të gjitha donacionet për një pjesë të organizata të cilat nuk kanë vlera qytetare dhe njerëzore të ndërpriten urgjentisht. Rasti Shqipërisë është rasti më tipik se si shpërdorojnë paratë e taksapaguesve amerikan për ca OJQ të cilat nuk kanë lidhje me vlerat njerëzore. Edhe kjo ishte ajo që thatë ju me të drejtë, që pse një pjesë e mirë e ambasadorëve heshtin sepse nuk duan, sepse edhe ata janë bërë palë dhe apo janë blerë nga individ dhe zyrtar të caktuar me prona, me ofiqe, me projekte, me ndikim të qeveritë e tyre për të kapur në një vend tjetër kur të largohen, dhe ne kemi qenë prezent dhe dim që se si udhëtonin e si fluturonin në skafe, në jate, në shtëpi luksoze, në vila luksoze që bëni qef ambasadore dhe zyrtarë ndërkombëtar që kemi pasur në Shqipëri, madje edhe të përlyer e të përzihen në skandale seksuale nga më të ndryshmet. Edhe prap nuk ndryri njeri dhe prap shteti kishte dorën e vet ose zyrtarët kishin dorën e vet sepse i interesonte që t'u bënin edhe video përgjime, edhe regjistrime që t'i përdorin pastaj politikisht për interesat e tyre. Ja, prandaj duhet ajo demokracia dhe zëri i medias që thamë ne, ku duhet të jetë përcaktuar në ligj që shteti duhet marrë përsipër për të shpëtuar demokracinë, për t'i dhënë frymë demokracisë, vlerave njerëzore, për të shpëtuar kombin shqiptar që po merr arratin dhe po ikën, duhet patjetër shteti unë do të sakrifikoj. Do të kem gazetar të licencuar, të paguajnë taksa, tatime, detyrime, të gjitha sigurime shëndetësore, sigurime të kujdesit të pensioneve dhe unë do të marr përsipër kaq ka mundësi 30% të pagave do ja paguaj unë për 5 vjet. Dhe jo t'i japësh ti paratë, ti çosh para ti për incinerator
që nuk figurojnë për të çuar parat e qytetarëve shqiptar për të ngritur një stadium me kontenjer 50 milion euro se do këndoj një këngëtar dhe pas 2 ditësh do prishën prapë do iki, sepse duam ne për turizme. Ç'a turizmi? Për ç'a turizmi keti? Neve Shqipëria është një vend i begat, nuk ka nevojë. E ka vetë turizmin, e gje vetë turizmin. Ti kryo vetëm rendin, qetësinë, kushtet dhe kryo atë mundësinë që të ketë ushqime bio, që të ketë prodhim tari bio, po ty s'ka kusht punon, as shoban, as fermën, as domaten. Për çfarë duhet vinë Shqipëria? Musaj, mjafton të shikosh një konferencë për shtyp të Ramës për të kuptuar fytyrën e vërtet të lirisë së medias në Shqipëri, gazetarë që bëjmë pyetje që nuk i pëlqejnë kryeministrit dhe shkojnë për riedukim. Po duke patur parasysh që liria e medias bën pjesë në të drejtat themelore që vlerësohen edhe në kuadër të kapitullit 23 të negociatave në Bashkimin Evropian, nga ana tjetër kemi opozitën që më së fundmi e cilëson media e zezë, sot e sqaroi në fakt në deklaratën që bëri përpara SPAK-ut Berisha, që e ka sulm ndaj mafjes dhe jo ndaj medias. Keni një koment për këtë panoramë? Ju me të drejtat që është një nga kriteret liria e medias, është një nga kriteret bazë për integrimin e vendit të Bashkimin Evropian, duke përmendur edhe kapitullin 23. Ndërsa unë po them që edhe kapitulli 23 është rrjedhoi e 5 kushteve kriteret të Bashkimit Evropian që në vitin 2011, në të cilin kjo qeverisje që sot është në pushtet dhe që në atë kohë ishte në opozit, po të kishe pasur dëshirën e mirë në 2011 dhe në 2012, të kishe pasur vetëm dëshirën e mirë në parlament dhe ndjesin kombëtare, ne sot do ishim vendi i Bashkimit Evropian, do ishim me pasaportë europiane, do ishim me liri europiane, do kishim lëvizjen e lirë, do punësoheshim ku të donim, do blinim shtëpi dhe banesa ku të donim, do menim kredi në Shqipëri apo në Gjermani apo Itali ku donim dhe do e kishim dhe turizmin me të cilin po pretendojnë gjoja harxhohen shumë detar dhe malor nëpërmjet paketës së fushave dhe paketës së maleve, do i kishim zgjitur këtë sap. Dhe në kapitullin, ju thatë në kapitullin 23 dhe në atë kohë në pikën 5 të 5 pikave për integrimin që ish komisioneri për integrimin atë kohë Stefan Füller, në pikën 5 thoshte të drejtat e lirit e njeriut janë të panegocueshme. Liria e shtypit dhe e medias është e drejtë themelore, kundërshta e pa negociueshme. Të drejtat e pronës. Sa seriozisht e kanë marrë kapitullin 23 B-ja? Ato kanë ngelur, edhe pse sot kanë kaluar gati 14 vjet, ato janë fuqi. Është fuqi liria e medias, prona, liria e shtypit, të drejtat e njeriut, të drejtat e minoritetit, të drejtat e pronës, të drejtat e romëve dhe njerëzve me ngjyrë. Kështu që ata nuk i tolerojnë këto sepse e din shumë mirë se pikërisht aty fillojnë nuancat se si mund të dhunosh për dhunosh dhe se si mund të përdorësh njerëz në nevojë për qëllime edhe kriminale më vonë. Në këtë kuadër unë jam i pakënaqur edhe me retorikën e opozitës. Unë nuk dua që ta kthej në kuptimin as pak të këndshëm, por është një papërgjegjshmëri që po tregon, ka vite që e ka treguar, po e ka mbajtur të fshetë, po kohët e fundit ka shpërthyer që më shumë duket si ortake e qeverisë se sa një flamurtare e të drejtave, lirive të njeriut, të shtypit dhe medias apo të opozitarizmit në tërësi. Pse Musaj, se pikërisht për këtë, kjo kundërshtohet nga përfaqësuesit e opozitës, e cilësojnë propagandë? Po tani opozita më le të dalin dhe le të thotë për cilën raste ka fjalën, për cilët individe ka fjalën, për cilat media i ka fjalën, a ka qenë vetë kur ishën pushtet që i ngriti dhe i lartësoi, a i ka dhënë miliona euro çdo muaj, e diti çfarë është bërë atë kohë apo jo? Ka qenë një televizion në të cilin ministrave të qeverisë i thuash se cila ministri do jepte 1 milion euro në muaj. Unë ka bërë bisedë me ministër, edhe i kishte bërë debat shumëtar për si t'i japun fond nga ministria ime 1 milion euro X televizioni. Prandaj mos na bëj filma dhe mos na bëj ne retorika të tilla e këto lloj aziatikësh. Pra nuk është një shqetësim që qëndron. Shakaja aziatikësh se nuk ja pranon dot njeri. Ata kanë interesat e tyre ekonomike, financiare, vazhdojnë le t'i mbajnë, i kanë pasur dhe i kanë, edhe këtë le të shikojnë, gazetarët janë pa bukë, janë pa shtëpi, pa drejtë shejtan. Le të mblidhen atje edhe kur kanë qenë në pushtet. Edhe nëse duan të vinë në pushtet, le të thonë,
që unë dua të regjistruar që të gjithë media lirë të jetë në krye dhe në balë të çdo proteste, të çdo situate e pa prekshme, por unë do t'i garantoj që do t'i jap kredi me interes zero, do t'i jap 30% të pakës do t'ja pagoj unë si shtet, dhe ata të jenë të pavarur dhe ta fillojnë nga unë, le të jenë kritik edhe të gjithë fenomenet e tjera që ka ky vend. Edhe për drejtësinë, edhe për spakun që diskutojmë, edhe për këdo, se për këdo ma kështu zullum që bëhet në sistemin tonë gjyqësor, ku do 15 vjetë mbaroj një gjyq. Për atë për reformën e pamshme të drejtësisë që është e ka masakruar këtë vend dhe ka shkatëruar këtë vend dhe këtë kom. Ja, me këto të merren, po të japin të drejtë dhe të krijojnë mundësi që shqiptarët ta besojnë median dhe jo të dalin siç del tani nëpër televizione dhe fillon bën të njëjtin gjë që bën dhe pozita, të njëjtin gjë që sa ty me të drejtë kur shikon konferencën e shtypit të kryeministrit, shikoj edhe konferencën e shtypit të ish kryeministrit dhe të krye opozitarit. Ka ndonjë dallim? Sot vështirë se gjen. Atëherë, secili mban nga një televizion të vetin, në një media të vetin, e të tjerë pastaj varet. Se kështu është problemi. Prandaj nuk të voton njeri, prandaj nuk të vjen njeri, prandaj nuk vjen njeri dhe në protesta. Më keq do jetë akoma, ja këtu do të jemi. Që nga kjo protestë e radhës? Njerëzit duken budallënj, që ti mashtrosh të rresh për unë ti. Edhe del tani e merresh, jo po pse ky është tu. Çfarë problemi ka? Ja media ka, se përse filloi debati. Çfarë problemi ka që të ketë konkurrim të lirë? 20 kandidatura le të kenë. Çfarë problemi? Ky është demokracia. Po ti ishe shurrin në kohën e Enverit. Të gjithë ushtar, të gjithë bujkrob, as për të ngrënë, as spitalet i kishe pa lek, shkolla pa lek, të gjitha, por bujkrob. Të shpëlante edhe trurin teoria marksiste leniniste dhe kaq. Çfarë po bëjmë shumë këta tjerë? Hiç pasardhës të tyre janë. Duam apo nuk duam ne? Kështu janë. Kam përzën 1,2 milionë gjysmë shqiptari morën ka marrë rrugët e Europës, asnjë nuk ndihet. E su vjen turp. Bëjnë pazar edhe marrëveshje me njëri tjetrin për sisteme zgjedhore. Ti nuk po siguron dot sistemi zgjedhor brenda Shqipërisë, ti nuk siguron dot kutinë e votimit brenda Shqipërisë. Vetë bën marrëveshje tani të votojë edhe nga jashtë. Me kush i kontrollon ty? Ti s'po veten një fshat atje që të çosh 5 komisioner se të kanë ikur. E diti që gjysma e Vlorës e la nuk vjen në mëngjes te kutitë e votimit, kanë vajtur në orën 6 pas dite për të marrë ato lekë të regjistrojë emrin si komisioner. Kur kanë vajtur ata ishin mbushur gjysma e kutive të votimit. E tjera me radhë. E pse këtë duhet të ndjekë opozita, edhe jo të merret me mediat opozita. Le ta bëj vetë rolin e medias. Edhe le të dali përballa medias, edhe le të ballafaqohet me median, edhe çka kanë bërë e çka s'kan bërë. Është turpshme dhe pa falme që ecën në sinkron me pushtetin. Njerëzit të kuptojnë dhe i dinë shumë mirë. Nuk ka vojtu asnjë nga njerëzit e tyre, të shtëpisë e kushdo tjetër. Ndërsa shqiptarët po vuajnë në për spitale nuk marrin dot një ilaç, sepse fëmijët po rrinë, po aksidentohen duke humbur jetën në për tortuare, sepse sheshet dhe lulishtet që kishin në atë kohë dhe në këtë kohë dhe fushat e sportit dhe terrenet sportive i kanë grabitur njerëzit e oligarkisë të asaj kohe dhe të kësaj kohe bashkë. Edhe le ti marrim po deshet dhe shikojmë sa fusha ka pas Tirana dhe kush i ka dhënë lejet e ndërtimit. Dhe ku janë? Ku janë lulishtet? Ku janë sot fushat e sportit, secila lagje e Tiranës ka pasur fushën e vet, terrenin e vet sportiv. Ja, këtë le të bëj. Musaj, të falenderoj shumë për bashkëbisedimin, unë fokusuam tek media, edhe unë dua ta mbyll me një thënie të Montanellit, i cili thot, në rast se takoni një gazetar të pasur, mos i besoni, gazetaria e vërtet, thot, nuk të çon në pasurim, mund të të çojë për hir të vërtetës në mirëqenie. Një gazetar i pasur, thot Montanelli, është një gazetar që qel beter, sepse ka shfrytzuar zanatin për të arritur qëllimet e tjera. Ndërsa ish drejtori ATSH-s, ish drejtori i Rajt, kur ka ardhur te Rogneri para 18 vjetësh, më fal, i ANSA-s, agjencisë ANSA, unë kam bërë në një takim, në fund tha, të gjitha këto që tham, mbas edhe si mbani mend. Do të them edhe për atë që pse ne përziem lirinë e medias me anën ekonomike, lirinë e medias me rolin e politikës, qëllimisht për të qenë sa më afër qytetarëve. Dhe drejtori i ANSA-s sa të gjitha këto mbas se nuk i mbani mend. Por një gjë mos e harroni kurrë. Edhe unë tha kur kam filluar shkollën për gazetari 19 vjeç, gjën e parë që mësova ishte mos u bëni dhe mos u ktheni në kone sallonesh të politikanëve. Absolutisht. Ëngjëll Musaj, faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit edhe ju zonja dhe zotërin që na ndoqët. Ishim në studio me drejtorin e gazetës Telegraf, me zotin Ëngjëll Musaj.